Përpjekja e 6 për të konstituar Kuvendin e Kosovës ka dështuar, pasi kandidatura e Albulena Haxhiut për kryeparlamentare nuk ka arritur të sigurojë shumicën e votave. Në seancën e së premtes, Haxhiu mori 57 vota pro, 47 vota kundër, ndërsa 3 deputet abstenuan, duke mos arritur asnjëherë numrin e nevojshëm prej 61 votash për të bërë kryeparlamentare. Ky është dështimi i 6 radhazi për konstituimin e Kuvendit të Kosovës që nga zgjedhjet e fundit. Partitë e tjera, përfshirë opozitën, kanë pasur një qëndrim të njëjtë, duke votuar kundër Haxhiut për kryeparlamentare. Opozita ka kërkuar nga lëvizja vetëvendosje që të propozojë një kandidat tjetër për këtë pozitë, duke akuzuar Haxhiun për përçarje të brendshme dhe përfshirje në skandale që sipas tyre dëmtojnë imazhin e kuvendit. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për mosgatishmërinë për të zhbllokuar situatën politike. Ai tha se qëllimi i partisë në pushtet është që të mos ndryshojë propozimin për kryeparlamentaren, duke e penguar kështu formimin e kuvendit. Nëse ky bllokim vazhdon, Krasniqi theksoi se një mundësi tjetër do të ishte mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në muajin maj të këtij viti.